çka kanë kuptu me fjalën nomad, zoti Kurti. Se në vetë nomad nuk është të keqe sepse ka plot popullsi që kanë përndjerë dhe kanari qenurit nomad e para. E dyta është përgjegjësia e zotit Kurti dhe partisë tij që të konstituoj kuvendin. Fatkeqësisht është e turpshme që po ndodh. Bota po kallet flak e ne po shtyhemi me zveti se kush çfarë pozite po merr. Duhet t'i vi fundi sa më shpejt kësaj situate. Pra është e papranueshme gjendja ku ka hyrë vendi, sepse ka rreziqe të paparashikueshme dhe këto rreziqe nuk lejojnë luksin që ne të mos kemi qeveri. Kush duhet të pëlqej pe, sipas jush? Mora këtu veç një parti e ka ndorë zgjidhjen. Që e parti që ka ekskluzivitetin e propozimit, s'ka kush tjetër zgjidhje këtu. Pra, zoti Kurti dhe partia e tij duhet me gjetë zgjidhjen, duhet me thirr kryetarët e partive në vazhdimsi. Kur? Për atë muajve. Kanë kuar qenë së ndërmjetësues, zoti Abdixhiku tha në një deklarim publik që po i quajnë Nuk e di. Jo, nuk e di. Nuk e di çka ka thonë, nuk e di çka ka nënkuptu. Ajo që dihet është fakti i mirënjohur që Kosova nuk ka institucione dhe është e papranueshme, si në aspektin ekonomik, si në aspektin politik, si në aspektin social, e mbi gjitha në aspektin e sigurisë së jashtme të Kosovës. Sepse bota po ndryshon dhe ne duhet të jemi të gatshëm dhe të matur që të përballemi me situatat që potencialisht mund të vinë. Kalofshi mirë.